atmosfere, çfarë entuziazmi, e kam parë këtë shpesh, të shesh, por nuk e parë kur më të ndritur, më optimist dhe më shpresë dhënës. Teksa po qëndroja, më kujtohet Edi Rama nga kati dytë i bashkisë, shikonte sheshin dhe thoshte, ky shesh nuk e meriton emrin e heroit kombëtar. Shumë vite më parë. Në fakt, historia e këtij sheshi është historia e tranzicionit shqiptar. Nga kioskat e pista të fillim viteve 90 e deri tek ai projekt i atyre sot janë shndruar në disa parti apo coptuar në disa parti që po shesin shqiptarëve alternativa të reja me dëmet. Po ja ku jemi sot, ky shesh është epitom e modernizimit dhe europianizimit të Shqipërisë, për cilën idenë e Edi Rama e ka patur shumë e shumë vite më parë. Jam i emocionuar si asnjëherë tjetër dhe provuar disa krahina të shërbimit. Kuksi më lajmëruar. Qarku i Kuksit në fakt nuk është një krahin. Qarku i Kuksit është zemër, është histori dhe është traditë. Dhe ne ju përshëndesim dhe ju përcjellim përshëndetjet e përzemta të atyre trobojanëve, sianëve dhe asjanëve të cilët nuk mund të vinin këtu. Kuksi ka provuar një mikpritje të jashtëzakonshme për vëllezërit dhe motrat tona kosovarëve. Unë jam gjithashtu mirënjohës edhe për pritjen që kam bërë dhe jam realisht me një barë të rëndë përgjegjësie për të drejtuar politikisht këtë qark. Nga tropoja, Hasi, Kuksi, ka filluar edhe transformimi. Mbaj mend si e kisha parë Kuksin vite më parë. Qytetin brenda, balt, siç kanë qenë dhe lagjet e Tiranës. Shkova mbas disa vitesh në tropoj dhe nuk e njohta tropojën. Madje mësova edhe në Viçidol ujësjellsin e kishte quar Edi Rama. Dashur miq, dashur motra, gratë e mbledhura djesi asnjëherë më parë në Pallatin e Kulturës së Hasit. Nga tropoja Hasi dhe Kuksi nuk patën mundësi të komunikonin, por i nderuar kryeministër më përsolli një mesazh dhe na thanë ai kryeministër që ka bërë për gratë e këtij vendi, ai që se ka bërë njeri në historinë e këtij vendi, meriton që ju të ktheheni në 2 mandate. Që dhe Kuksi, ashtu si gjithë Shqipëria, i japi një mesazh të fortë Europës. Shumë faleminderit dhe do ja u shpërblej me punë e sakrifica. Faleminderit.